Tani, të themi nese, dark nuk mund të konsumoj. Një person që na dëgjon që ka punuar 12 orë në ditë, nuk do mendoj mirë, se thot, orë vlla, po ti ri gjithë ditën ullur, edhe më thot mua që mos ha ushqim. Diçka më mirë e lehtë, edhe dreka tjetë te personat që punojnë, që kanë aktivitet të pak të rënduar gjatë ditës ose intensiv, dreka më mirë është diçka shumë e shëndetshme, pra që tjetë një gjellë e kombinuar me mish, që tjetë edhe e pasur me acide fenolike. Unë në dimër konsumoj shumë qepën, hudhrën edhe ftojnë. Pra lëmën e ftojt, ka pektin. Pektina është e rëndësishme për zorën e trash. Të gjithë në themi fibra, po nuk janë të shëndetshme për të gjithë farat e qias. Farat e qias mbajnë ujin. Pra farat e qias krijon dhe kapsllëk. Nuk janë domosdoshmërisht tek gjithë persona të shëndetshëm. Po shumë shillohet në fakt. Po nuk janë të gjithë të shëndetshëm. Një person që ka kapsllëk, farat e qias kur vendosen në ujë, fryen. Dhe një person që ka kapsllëk kronik, që ka mungesa të caktuara të disa nutrientëve, ulje të hormonit të oroguanilinës ose të peristaltikës, të muskujve, të muskulaturës së zorës trash, të kolonociteve, ajo prap do mbaj ujë. Nuk është e shëndetshme tek të gjithë. Më mirë janë një ushqim shumë i shëndetshëm. Tani në dimër janë farat e kungullit. Farat e kungullit kanë dhe një lëndë aktive e cila pengon konvertimin ose kthimin e testosteronit në dihidrotestosteron. Dhe këtë bën alfa-5 reduktaza që rritet prostata, mukoza e prostatës, bien flokët. Farat e kungullit janë depozita me lëndë ushqimore dhe këto janë të mbështetura me PubMed, ka triptofan, ka melatonin natyrale siç kanë dhe arrat, kanë brenda kalium, kanë mangan, kanë molibden, kanë vanadium. Farat e kungullit, të bluara, të shtypura, me kosin, me mjaltin, janë shumë të shëndetshme për fëmijët. Farat e kungullit, nëse u jepen me lëngun e kockave, janë të shëndetshme. Nëse u jepen me vezën, me avokadon, me vajin e ullirit, janë të shëndetshme. Farat e kungullit janë dhe lëndë antiparazitare, pasi përmbajnë disa lëndë që quhen heksaноkukurbitakinat. Edhe këto janë disa lëndë të cilat bllokojnë aktivitetin e parazitëve dhe funksionin e parazitëve. Tek fëmijët mund të bëhen të bluara dhe të shtypura sepse janë të vegjël. Edhe më mirë është që ta konsumojnë sipër moshës 5 vjeç. Nëse janë më të vegjël, të shtypura ose të bluara me kos, ose me pak vaj ulliri, ose me pak mjalt, ose me pure me karota apo me pure me mollë. Të vegjëlit jo dhe me bërtham, sepse janë edhe mund t'i ngelin në fyt, mund të mbyten, mund të kolliten, pastaj një person adult 13, sipër moshës 15, farat e kungullit janë depozit me polifenol, izoflavone, metilflavone, monoterpen, se skiterpen quhen ato se gjithë përmendin vitamina, po. Kur ti përmend këto emrat Luciano, gjithmonë unë pse një kështu si hipnoz, ka ca momente që them o zoti madh si mban mend të gjitha, po okay. Domethënë ne njohim vetëm vitaminat, vitamin. Por bimët kanë disa lëndë të cilat quhen polifenol, izoflavone, këto kanë PubMed, që dieta mesdhetare përbëhet edhe nga këto polifenolët, metilflavonët, izoflavonët, të cilat janë komponent aktiv me fuqi antiinflamatore, që e mbrojnë trupin nga një inflamacion. Qartë. Po një drekë ideale, çfarë duhet përmbajë dhe në cilën orë duhet ta konsumojmë? Po orari varet nga puna. Domethënë varet nga orari punës së një personi, se s'mund t'i kenë të gjithë oraret aksesueshme në një orë caktuar të ditës. Po tani orë, le themi kur e thot Adelina, e thot për faktin që cila është ora e shëndetshme, mos ta zgjasim shumë domethënë. Tani në dimër mbyllet dita në orën 5, 4:30 është errur. Ora 2, 1, ora 1:13 domethënë, 13:00 ose dhe 12:30, por 13:00 këshillohet. Dhe çfarë hëngra unë tje? Mbantje kisha dhe postuar. Kisha bërë në një pjatë të madhe karrota, kisha bërë lakra të kuqe, lakër të bardhë dhe rukola. I kisha hedhur pak uthullmolle, vaj ulliri, 2 vezë të zjera, një sallat me një gjell me bishtaja, që janë mashurkat. Domethënë kisha 2 vezë, një gjell me bishtaja dhe një sallat kombinuar me karrota, lakër të bardhë, lakër të kuqe dhe lakra të egre, që janë rukolat. I kisha hedhur pak uthullmolle, pak vaj ulliri dhe këto kanë probiotik, kanë prebiotik, kanë acide yndyrore, sepse është veza, ka kolin, që kolina është shumë esenciale dhe kolina është një lëndë e cila formon dhe silidin 5-difosfokolinë, fosfatodilserin quhet. Pra veza është ushqimi numër 1 për fëmijët. Disa që mund të kenë alergji, disa ditë nuk mund ta përdorin, por të thuash që veza është e pashëndetshme, nuk është
informacion i sakt, sepse ka kolin. Nga jo burojnë shumë gjëra tjetës, ka kolin, ka fosfatotilkolin, ka një lëndë e cila quhet ovotransferin, ovoalbumin. Këto bëjnë të mundur, si thua, rritjen e mbajnë shëndetshme qelizën. Ka dhe lëndë të tjera që janë jetike për ato që quhet mitofagjin, për pastrimin e mitokondrisë. Edhe një pyetje të fundit, për shkak se jemi keq edhe me kohën tashmë, është e vërtetë që magnezi nuk duhet mungojë, që magnezi është magjik? Si ushqim, apo... Pjesë e ushqimit. Pjesë e ushqimit, po, farat e kungullit, bajamet, lajfin, lakra egër, lëngu i mishit, të brëndshmet. Mos shumë të unë tani në dimër konsumoj fara kungulli me vaj ulliri i kombinoj. Fara kungulli me vaj kokosi, por farat e kungullit me kos janë shumë të mira. Farat e kungullit me vaj ulliri janë shumë të mira, një lugë çaj, një lugë gjelle, por magneziumi nuk duhet të mungoj. Dhe ato burimet më të veçanta, madje tani në dhjetor, që do hyjë dhjetori. Burimi kryesor që ne duhet ta kemi është edhe tek mishi i gjelit detit, magneziumi, sepse ka dhe triptofan brenda, po ato 3-4 ditë janë festat e fund vitit.